Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. I vidhja partnerit lek çdo ditë dhe ai nuk kuptonte asgjë. Nuk e kam thënë kurrë me zë të lartë këtë gjë. As sot nuk më del lehtë nga shpirti, por e vërteta është kjo. Çdo ditë i merrja lek burrit tim dhe ai nuk kuptonte asgjë. Jo sepse ishte budalla, përkundrazi, ishte njëri i mirë dhe ndoshta pikërisht kjo ishte arsyeja pse nuk e shihte. Gjithçka filloi ngadalë pothuajse pa qëllim, si një rëshqitje e vogël që nuk e ndjen, por që të çon drejt greminës. Kur u martuam, nuk kisha asgjë timen. Lash punën sepse nuk kishte nevojë të punoja, sepse ai fitonte mjaftueshëm dhe se shtëpia kishte nevojë për një grua që të rinte të kujdesej. Në fillim nuk më bezdiste, më dukej si dashuri dhe kujdes. Ai paguante gjithçka dhe unë kërkoja rrallë. Dhe kur kërkoja ndihesha fajtore. Nuk ka problem, thoshte gjithmonë, janë tonat, por në shpirtin tim nuk ndiheshin kurrë të mijat. Një ditë teksa po sistemoja rrobat e tij, pash portofolin mbi komodin. Ishte pak i hapur. Brenda kishte kartmonedha të palosura me kujdes. Zemra mu ndal për një çast. Nuk e di pse, por dora më shkoi vet. Mora një kartmonedhë të vogël, vetëm një. Sa për të blerë diçka për veten pa pyetur askënd. Gjithë ditën më rihte zemra fort. Prisja që ai të vinte në shtëpi dhe të shifja nëse e kishte kuptuar. Prisja një pyetje, një vështrim apo diçka. Por asgjë, ai u kthye në shtëpi, më puthi në ballë dhe më pyeti çfarë kishim për drek. Atë natë nuk kam fjetur mirë, por ditën tjetër e bëra përsëri. Pastaj u bë zakon. Çdo mëngjes kur ai nisej për punë, unë e dija saktësisht ku e linte portofolin. Fillova të merrja pak nga pak, jo shumë. Gjithmonë merrja shuma që nuk binin në sy. I thosha vetes se nuk po vidhja, se ishin të mijat dhe se po merrja atë që më takonte. Por thellë e dija që po gënjeja. Lekët nuk shkonin për gjëra të mëdha. Blija rroba që nuk më duheshin, kafe vetëm për të mos u ndjerë e padukshme. Dhurata për njerëz që nuk më donin vërtet. Ishte si të mbushja një boshllëk që nuk mbushej kurrë. Ndërkohë ai nuk dyshonte. Kur i mungonin lek, mendonte se i kishte shpenzuar vet. Kur llogarit nuk i dilnin, fajsonte veten. Unë e shikoja tek fërkonte ballin, tek përpiqej të kuptonte ku po shkonin parat, dhe diçka më shtrëngonte në kraharor, por nuk ndaloja. Një mbrëmje më tha, nuk e di pse, por këtë muaj jam shumë i lodhur, sikur punoj më shumë dhe fitoj më pak. Unë e putha dhe i thash se gjithçka do rregullohej. Zëri nuk më dridhej më, gënjeshtra ishte bërë pjesë e imja. Vjedhja ime nuk ishte më çështje për lekët, ishte për kontrollin, për ndjesinë se ekzistoja, kisha diçka timen, qofte edhe një sekret. Por çdo sekret ka peshën e vet. Fillova të trembesha nga çdo zhurmë, nga çdo vështrim i tij. Kur afrohej te dollapi, zemra më ndalej. Kur numëronte lekët, ndaloja frymën. Jetonim në të njëjtën shtëpi, flinim në të njëjtin shtrat, por unë isha vetëm me frikën time. Dhe një ditë ndodhi ajo që nuk e prisja. Ai erdhi më herët nga puna. Unë isha në dhomë me portofolin e tij në dorë, një kartmonedhe e hapur mes gishtave. U ngrita me vrull, por ishte vonë. Ai ishte në derë. Sytë ta nuk ryqëzuan, nuk bërtiti, nuk foli, vetëm më pa me vëmendje. Dhe ai vështrim më vrau më shumë se çdo fjalë. Pse? Më pyeti qetë. Nuk pata përgjigje sepse e vërteta nuk ishte se më duheshin lekët. E vërteta ishte se më mungonte vetja. Qava, i tregova çdo gjë, çdo ditë, çdo herë, çdo justifikim që kisha bërë me veten time. Ai u ul, mbajti kokën me duar, nuk e di sa kohë kaloi, pastaj thaj diçka që nuk do ta harroj kurrë. Do të kisha dhënë gjithçka, po të ma kishe kërkuar, por t'i zgjodhe të ma vidhje. Sot ende jetoj me pasojat, jo për shkak të lekëve, por për shkak të besimit që u thye ngadalë, çdo ditë, ashtu siç i merrja edhe parat, pak nga pak. Dhe kjo është pjesa më dramatike e së vërtetës time. Ai nuk kuptonte asgjë, derisa unë humba gjithçka.